Autoritetet italiane kanë gjetur celularin e Ilaria Sulës, 22 vjeçares shqiptare e cila u vra brutalisht më 26 mars në Rom nga ish-partneri i saj Mark Samson. Telefoni u gjet në banesën në rrugën Homs në lagjen e njohur si zona afrikane, aty ku ndodhi edhe krimi makabër. Gjetja e pajisjes u bë e mundur fal dëshmisë së vetë autorit të krimit. Informacioni që ai dha rezultoi vendimtar për lokalizimin e celularit, i cili u sekuestrua nga hetuesit. Prokurorët që po hetojnë çështjen dhe kanë ngritur akuzat për vrasje dhe fshehje të kufomës ndaj Samsonit, kanë urdhëruar tashmë analizimin mjekoligjor të celularit. Ekspertiza e pajisjes pritet të ndihmojë në rindërtimin e detajeve të fundit të jetës së Ilaria Sulës dhe të zbardhë më tej motivet dhe dinamikën e krimit. Ngjarja rrënditi opinionin publik në Itali dhe Shqipëri. Ilaria, një studente shqiptare në Universitetin La Sapienza në Rom, u godit me thik në banesën e të dashurit të saj teksa prindrit e saj ndodheshin në shtëpi. Samson më pas fsheu trupin e saj në një valigje dhe e braktisi në një zonë të pyllëzuar pranë Polit, afër kryeqytetit italian. Në dëshminë e tij ai pranoi krimin, duke thënë se ishte nxitur nga xhelozia. Hetimet për këtë ngjarje të rëndë po vazhdojnë, ndërsa pritet që të dhënat nga celulari të zbulojnë më shumë mbi kontaktet dhe lëvizjet e fundit të viktimës.